përshëndetje për gjithë. Shumë faleminderit gjithë juve që edhe pse me shi po qëndrojmë në këtë vend. Faleminderit gjithë që keni ardhur me bo nderime në memorial më herët, me nderu Tran për liri. Po ashtu faleminderit gjithë që mbani gjallë kujtimin për luftën, për Tran për liri, për sakrificën e brezave tonë. Sot veçanisht përshëndes familjet e Tranëve në ditën e sotit, të Agran e Gazmen Mehmetaj, të Timës, Himaradinaj, nikosisht të gjitha familjet e dëshmorëve, pashtëftarët e gjallë, invalid. Jam nderuar që qëndrojmë kështu bashkë edhe pse në të kushte, me ushtrinë tonë që i kem prezent, me misionet tona, gjitha niveleve, po edhe me shumë vëllezër e motra që kanë ardhur nga viset ndryshme të shqiptarisë dhe ju falenderoj gjithëve. Non edhe të gjithë jo, Suzan, është nderë kur bashkohemi kështu me i kujtu Tranë për liri. Me pak fjalë për me nderu këtë ditë, më duhet me e shpjegue pse erdhi kjo ditë kështu si erdhi. Diku 93-94, disa formacione më elite të UÇK-s për numër të vogël, fillon me ju përgjigj presionit, terrorit të regjimit Miloševićit me sulme të befasishme, me prita në vend stacione, vend komanda, edhe kësi shoj pra gradualisht u kryua një dileme madhe në Kosovë se kush po lufton, edhe pse po lufton, kush po e sulmon atëre Jugosllavinë, regjimin e Miloševićit, forcat e tij. Me janar, që se dini, në 97, ndodhi një ngjarje e dhimbshme. Në prit u vra Zahir Pajazhivki, Hakim Zenullahu, edhe Edmond Hoxha. Një pjesë e madhe e jonja në UÇK në atë kohë, të gjitha niveleve, e ndjen për obligim me nderue pra ranjen e tyre bashkëtarëve të zotë të menuesve të UÇK-s me aksione të një shkallë më të madhe, të një dimensioni më të madh. Edhe i bëm përgatitjet në mënyrë më të mirë, po na ndodhi ajo që pak prej nesh e kemi prit në një organizim të tillë, hasëm prit të ushtrisë së Jugosllavisë atëhershme, duke ardhur në Shqipëri në qafmullar, me herojt që tash i nderojmë, me Femin, me Gjevën, me Ila Shkodrën, Abedin Regjën, Luanin, Ganin, edhe Rafet Ramën, Ramisla Droqin, edhe unë pjesë të tyre, pra ishte një organizim më i madh, në ndërim të asaj sakrifice, një mbështetje për komandantin, legjendar Adem Jashari për UÇK-n Kosovë. Mi po nuk shkoj si duhet, në atë prit u vra Luani, u plague Rafeti që shedini, edhe në mur kohë, deri në vjeshtën ati vitin shtator në atë 7, që të mërim me i gjenerue ato mundësi që kishim për një aksion të përgjithshëm që boni UÇK-ja në gjithë vende. Aksioni shtatorit. Edhe pse ky aksion pra me vështirësi të madhe, e ndryshoi dimensionin e luftës, po ende ishte lufta godit tërheku, pra një lloj përballje guerile. Likoshani e Qirezi ishin ngjarje të dhimbshme. Ato ndohen në fillim në ato të shkurt, që shedini, edhe ato në një mënyrë e dërguan një poroshi se lufta po hyn në fazë 3. Por ju siguroj ndryshimin e luftës tonë, edhe rrjedhat e kësaj lufte, edhe në përgjithësi pastaj që do ndodhë, e përcaktoi komandanti ynë, legjendar Adem Jashari, familja Jashari. Lufta atyre, sakrifica atyre, rezistenca atyre, deri në flim të gjithëve që ishin aty, na i heke dilemat. Nuk na la zgjidhje tjetër përpos të luftojmë edhe ne deri në fishekun e fundit, edhe në njeriun e fundit. Pra s'kishim rrugë tjetër. Duke ditë se do të përballemi së shpejti
po me atë forcë, pra që sulmoj Ashar, ne e bom një ndryshim në strategjinë tonë. Pra, nuk ndryshum në qëllim, do të luftojmë dhe në fishekun e fundit dhe njërin e fundit, po e ndryshum strategjinë e luftës. Që i bjen, ne bom një plan taktik të kundërpërgjigjes, por jo statike. Ishim sulmum në shtëpinë tonë, Dauti ishte pari që u përballë me ta, dhe me njëherë me hapjen e luftës frontale, forcat serbe, kishin në vijën e parë zjarit, njësit këmsërisht, kombinume, policie e forca tjera, po me njëherë që edhe njësit mjetëve të motorizume, praga si kem qujt një topa 20 mm, e i kishin afer, pra i kishin rrethin e dytë, dhe pashtu mbështetin nga hajri me helikopter, me kaliber 12.7 mm, që në atë ko, pra, ishte një përballje, ndryshe thone para e këtil, në këtë zonë. Kundërpërgjigja jonë, pra, planin e kishte, përballja e parë, punë shtëpinë tonë, aty ku ndodhi, për një periudhë rreth ndoshta 2 orë, kemi rezistuar në shtëpi. Pastaj kemi marrë vendim që me nda në 2 grupe, nana, Suzana, edhe fëmijët e vegjël, në atë kohë Valbona, Antigona dhe Toni, me marrë një drejtim për me ik nga vend luftimi, mu largu, mu liru civilt, drejtim Çaptejt, ndërsa motra e madhe Mema, Hilmia, Shkëllxeni, Dauti, Frashi, Enveri, kemi vazhdu bashkë. Në ndërkohë, jemi bashku me Bujarin, Rasimin dhe kujtimin nipin tonë, kujtim Zhenelin. Vendqëndrimi i dytë ka ndodhë në trodhin e vjetër tonin, po jo ma të vjetër, jo në breg, në shtëpinë e Basmajle dhe shtëpinë e Rasimit. Aty kem qëndru dhe një kohë shkurt, po presioni i zjarit forcave serbe ka bot pa mujshme me vazhdu. Duke qenë që, pra, gradualisht ne edhe na uspoglojke municioni, e kemë vendos me u shpërnda në disa pika, pikat e shkajshme Glogjanit, por nuk kemi arrit, dhe i vendos në shtëpinë e Shaqerimaj, në shtëpinë e Zeq dhe Ibrahim Stas, në shtëpinë e Gjafet Adrisë dhe të Islam Hasanit. Aty kemë qëndru gjithë ditën, presionit forca serbe dhe zjarit. Për fat keq, bashkëftarët tonë, nga Zmendi, Agrani dhe Hima, nuk ishin në këtë rrethin e parë. Ata ishin me rrethit parë edhe rrethit dytë. Duke u ndodhur presion zjarit, ata i donin me ndihmë fëmijëve, nxënësve, shkollës tonë, që ishin rrethuar prej forcave serbe. Edhe ata ranë prit, nga Zmendi edhe Agrani, pra ranë vdiqën me njëherë, Hima i plagum, ndroi jetë një ditë më vonë. E shpjegova këtë për mi u tregu edhe pak a shumë, se që nga e neshëm ja, tra, u qëkëja, bizotroj Glogjanin, shumë njerëz erdhen nga ndryshme të Kosovës, dhe kësisoj në Glogjan filloj një zonë e lirë, filloj një bërthame u qëkës, edhe një porosi që u thamë drejt, se ne do të mbesim këto, do të luftojmë, do të fitojmë. Ju lutem, nuk kanë qenë ditë leta nga 24 mars 98, e deri me 24 mars 99. Shumë bashkëftarë zot u ndonë nga ne. Shumë civil u vranë, djegje, shkatërime, momente nga ma dhimbshmet e të shtira. Por ditë më të mire, më të madhe, shqiptarët nuk kanë përjetuar në historinë e vetë, se sa 24 mars 99. Në atë kohë, NATO e prime prej Amerikës, hynin luftë. Edhe hyni duke sulmue armikun tonë, forcat e Miloševićit, regjimin e Miloševićit, duke bombardu atë edhe këtu në vend luftime, që më njëherë në kryojke e përsi, por duke e bombardu edhe në Beograd. Kjo është e vërteta e historisë tonë, në ka pa zoti atë ditë, se pa atë ditë, do ta kishim shtirë me emri këta që gëzojmë sot. Ta nuk bëja thot dikush që e ka pa pelar luftën. Ta bëja thot dikush që asë një ditë luftës se kalësu vend luftimi.
as një ditë të luftës, se ka qëllë dhe në luftimin. Që ka pa njerës të luftu, ty të në kom, e të ra dhe shmorë. Edhe unë e di sa të rima jem na shqiptarë. Se i kom pa të rimat, unë i kom me të rimat. Por, është mallkim, ma në men, është mallkim. Nëse na vetë lavdrohem, e harrojmë nimen e atyne që na kanë epë në kohën ma të shtirë tjetës tonë, kur jeta jonë ka qenë rrezik, ndimen e Amerikës. Është mallkim, me arre kratë një tjetit, me thonë se s'kem nevoj për kërkon, se na vetë e rujmë vetën, e rujmë lirin tonë, e mbrojmë Kosovën, e mbrojmë kufinin, e mbrojmë Verill. Nuk është në rregull. Na keme bo krejt, dhe në fishekun e funit e tjetët funit, për këtë vend. Por mos harroni për me mbrojt vendin në interes tonin, e tjetës tonë, ne kemi jetike aleancën me Amerikën, jetike. Kush vetë lavdrohet, kush mburet, kush kujton që është shumë i Zotit, ta dini që nuk është me këtë vend e me këtë popull. Ta dini se Shërbej 24 mars 99. Edhe ato tjerë të huj, që na rejnë grahën, e na hëjnë bravo ju kohë, s'kini nevoj mo ju, qofër Amerikën, qofër tjerë, ta dini që nuk na dojnë të mirë. Kush e donë këtë vend e këta fëmi, duhet të arunë si sy të balit, aleancën me Amerikën e me NATO-n. Duhet të arunë si ditën e 24 marsit 99. Duhet të arunë se si kuse e dini, ka shumë levizje e po levizh bota. Për fat mirë për ne, s'ka levizje. Për ne, bota së ndrysha kur. Për ne, busolla jonë është Amerika, le të levizhin tjetë ka të dojnë. Ne nuk levizhim, ne dim kush jem. Pse që taktohen e një ditë që kjo, ju lutem, ne do t'i qëndrojmë vendin tonë besnik. Ne do t'a mbështesim vetën, do t'i mbështesim shqiptarët ku do që janë. Por është njëherë nuk do t'a amnistojmë ata që do pshojnë fuqin tonë të mbrëmshme dhe aleanca tona. Kush do qofshin, nga kush do arshin, çfarë do detyre që kanë. Ata që do pshojnë aleancën me Amerikën edhe me NATO-n, me sigurinë tonë, ta dini që nuk i kemi tonë, nuk janë tonë. Tani, unë jam optimist se dhe ditë më të këqija na ka nimu Zoti. Pra, edhe 24 mars 99 na ka nimu Zoti, unë jam optimist që ka me na nimue Zotin çdo etapë që kem para, edhe kemi dalë faqebardh e fuqiplot, edhe kemi jo veç me u bua antar të NATO-s, po kemi u bashku me ushtrit e paqes, si na takon me zhvillu ekonominë, mu integru në mes veti shqiptarët në Ballkan, e pse jo edhe me gjithë tjerë me bashkëpunu e me i taku BE-s, me jesë për para. Andaj nga ky vend edhe një herë ju falenderoj gjithëve i përjetshëm kujtimi për tran, për liri, rnoft kombi shqiptar, rnofshin me shton, rnoft Amerika.